Është një temë që në veçanti mund t'ju interesoj të rinjve dhe atyre që pretendojnë me qenë ndërmarrës potenciale që kushtimisht mund të ndikojnë fuqishëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës, një lëmi për cilën ne kemi shumë nevojë të fuqizohemi. Për të tretin vit me radhë, Qendra Inovative e Kosovës së bashku me rreth 20 partner të vet e shënojnë javën globale të ndërmarrësve, një javë e cila do të nisë të hënën, pra ka mbetur vetëm edhe 2 ditë deri te hapja e kësaj jave. Kështu Kosova bëhet pjesë e më shumë se 160 vendeve të tjera që e shënon këtë javë përmes aktiviteteve të cilat i japin përkraje frymes ndërmarrëse në Kosovë. Për detajet e tjera, sot në studion e Bonbonit për këtë javë, bisedoj me drejtorin ekzekutiv të Qendrës Inovative të Kosovës, zotin Uranik Beku. Mirë se erdhën në studion tonë, faleminderit që jeni këtu. Dhe me partnerin menaxhues të kompanisë Rekura, Visar Dobroshi. Mirë se veni, faleminderit që në këtë vikend keni vendosur me nda këto informacione kaq të rëndësishme për shikuesit e televizionit 21 qytetarët e Kosovës. Dua fillimisht nisi me një pyetje që do thoja është e zakonshme dhe di se cilat janë rrezikët e këtij edicioni të javës globale të ndërmarrësve. Fillimisht falenderoj për ftesën, gjithsesi është kënaqësi me nda me publikun tuaj organizimin e kësaj jave, cila merr mjaft kohë, dikun rreth 6 muaj janë planifikimet për të mbajtur një javë dhe të kemi një javë të suksesshme. Siç e cekët ju është viti i tretë cilën ICK me partnerët e saj organizon javën globale ndërmarrësisë. Në thelb java ka për qëllim sensibilizimin e ndërmarrësisë, fuqizimin e ndërmarrësve tri dhe sigurisht inspirimin e atyre që synojnë të marrin këtë rrugtim. Ka fillu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kaufman Foundation, një organizatë mjaft e fuqishme, cila këshillon edhe presidentin Obama për ndërmarrësi. Dhe tashmë rreth 160 shtetet botës çdo vit në javën e tretë të nëntorit e shënojnë këtë javë. Kosova e cekët ju shënon për vitin e tretë, kemi një numër shumë të madh të partnerëve që ju kanë bashkangjitur kësaj radhe javës. Dhe për dallim prej javëve të kaluara, kësaj here kemi një javë e cila është çdo ditë ka një temë caktuar dhe globalisht bisedohet për këto tema të cilat rrjedhimisht janë edhe sfida globale për nxitur ndërmarrësinë. Dita hanë është dita kur fillojmë sigurisht me ndërmarrësinë, mirëpo ditë tjera kanë një temë të caktuar, andaj gjithë aktorët dhe partnerët që do të organizojnë aktivitete gjithandej Kosovës janë ekspert fushave të caktuara për cilat edhe kemi kënaqësinë që i kemi bashkë kësaj radhe. Visar, është kjo hera e parë që ju jeni pjesë e kësaj jave apo? Po, është. Cilat kanë qenë arsyet që ju kanë shtyrë mi u bashku kësaj nisme? Po, unë mora ftesë para disa jave që ti bashkangjitem këtij aktiviteti. Në vitet paraprake kom përcjell vetëm aktivisht në Facebook të bo like edhe share. Pata kënaqësi që si vjet të më ofrohet rasti të jem pjesë e njërës nga ditët, nga temat, dhe po besoj që do t'jap kontributin tim. Cili është ky kontribut konkretisht? Çfarë jep Rekura këto herë për javën globale të ndërmarrësve? Po Rekura është një kompani konsulencës financiare dhe të korporatave, është kompani që ofron këshilla biznesore, ndërmarrjeve, korporatave, ka edhe sektorin e financave publike, po më së shumti jemi të involvuar në dhënien e konsulencës për ndërmarrje private, jo gjithmonë për ndërmarrje që janë në fillim për startupa dhe për ndërmarrje të reja, po gjithsesi edhe në pjesën tjetër të aktiviteteve gati gjithë nga aksionerët e Rekurës në mënyrë vullnetare apo në mënyrë tjetër janë të kyçur në dhënien e këshillave për fillimet, do të thonë për fazat më të hershme të zhvillimit të bizneseve, nëpërmes mentorimit, nëpërmes asistencës në krijimin e asociacioneve, nëpërmes ulëmtimeve të ndryshme që prapë ndihmojnë në fillimin e bizneseve ose në formësimin e ideve për biznese e tjera. Kështu që më konkretisht, me sa kemi diskutuar, do të jemi i kyçur në ditën e dytë ku do të flitet për qasjen në financa, access to finance, edhe format e ndryshme që janë më
të shprehura për ndërmarrje të reja ose për fillim të bizneseve, angel investments, venture funds, instrumente tjera financiare, të cilat në një farë mënyrë edhe rekura si kompani profesionale ofron konsulencë edhe në ato aspekte. I përmendëm dy po ndërmarrës, ata që tashmë e kanë trasu rrugën e vetë dhe janë drejt suksesit, kanë pas sukses me punën që e bëjnë, dhe ata që janë të rinj këtë punë, apo eventualisht kanë dëshirë të futen në këtë punë, por nuk e dinë se si. Çfarë ofron kjo javë Uranik veçanti për ndërmarrësit e rinj, ndërmarrësit të cilët e kanë një ide, por nuk dinë se si të qasen në aspektet ndryshme që mund të kenë sukses në këtë punë? Pikrisht edhe këtu fillon iniciativa dhe qëllimi javës është ky që të bëj lidhjen në mes bizneseve që kanë një përvojë dhe atyre që synojnë të marrin rrugën e ndërmarrësisë. E cekëm që java i ka ditë caktuara dhe temat e caktuara. Të martën do të flitet për çështjen financa, sigurisht mbetet një sfidë për ndërmarrësit, jo vetëm të ri, është një sfidë globale për ato biznese të cilat synojnë që të rriten. Është elementi më i rëndësishëm? Ndoshta më i rëndësishëm, shpesh thuhet më i rëndësishëm, besoj për disa biznese mbetet ndoshta çështja edhe në talent apo në kuadër cilësor. Kosovë ndoshta kjo do të ishte më e rëndësishme, për shkak se shumë biznese kanë nevojë për staf të kualifikuar dhe po hasin vështirësi në fakt për gjetë njerëz për të plotësuar profileve caktuara. Dita e dytë ose e tretë do të jetë me fokus gratë ndërmarrëse, gjithashtu një pjesë cila Kosova ka nisë të përparojë, mirë po mbetet sigurisht një temë për të diskutuar. Dhe shumë akter kanë organizu aktivitetet gjatë kësaj jave dhe dita e tretë atëherë është me të rritë. Në veçanti do t'ju kushtohet rinis dhe projekteve cilat synojnë që t'i ndihmojnë këta të ri për të hapë një biznes. Dhe dita e katërt është me qytetet, për shkak se qytetet në fakt nuk janë duke lujt, kemi një kritik ndoshta edhe mbetet dhe një konstatim i përgjithshëm që qytetet nuk janë duke luajtur një rol aq aktiv për të krijuar një ekosistem të ndryshëm dhe po vrehet që ndoshta veç tash vitit fundit kemi ndoshta një konkurrencë lehtë mes qyteteve, për shkak se jashtë dihet qytetet i kanë politikat e veta, incentivat e veta për të tërheqë investimet në qytetet e tyre respektive, çka që ndoshta në Kosovë nuk ndodh. Prishtina natyrshëm e ka një bazë të madhe të bizneseve, ndoshta si kryeqytet, mirë po kjo nuk do të kënaqë kryeqytetin në rastin konkret, por duhet të krijojë politika aktive për të stimuluar ndërmarrësinë këtu. Gjitha këto tema janë thashë caktuar në Kongresin Global Ndërmarrësisë, ku ne si ICK dhe si Kosovë kemi marrë pjesë në mars, dhe besoj që konkluzionet e kësaj jave dhe diskutimet, rekomandimet që dalin do t'i përcjellim edhe në Kongresin Arshëm që do të mbahet në vitin 2016, dhe besoj që një kontribut joni pashtu do t'jetë edhe në përpilimin e strategjisë globale, për shkak se është duke punu mjaft aktivisht që kjo javë të hyjë në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe ato politika dhe rekomandime globale të shërbejnë pastaj shteteve respektive pjesëmarrëse. E kuptueshme. Mirë, dua edhe një herë të kthehem ndërmarrësve. Visar u përmend dy elemente kryesore, profilet e caktuara, talentet dhe në anën tjetër çështja në financa, dy prej elementeve kryesore për me pas një biznes të suksesshëm. Çka mendoni ju? Dhe me çka përballeni në praktik? Dhe a janë këto përvoja që do t'i sillni të martën kuadër kësaj jave? Po me siguri që do të mundohemi t'i përmbahemi temës të martën edhe të flasim më shumë për çështjen në financa, edhe atë të modeleve të ndryshme, jo si një meny e për zgjedhje së çështjes financa, po si oportunitetet të ndryshme për nivele të ndryshme të zhvillimit biznesit edhe për ide të ndryshme edhe çështje të ndryshme në të bërit biznes. Me fjalë tjera, ka biznese të cilat janë në stad të caktuar të zhvillimit, ku për shembull një angel investor mund të jetë më i përshtatshëm. Ka biznese dhe ide edhe si ide, po edhe si stadi zhvillimit të biznesit, të pjekurisë, ku një qasje tjetër në fonde ose modele tjera financiare mund të jetë e qëllum. Këto
janë atë që thojmë, du t'jenë të qepura për rastin, tailor-made. Unë besoj që secili rast është rast në vete, po nuk kisha prioritizu cëlla është më me rëndësi, me gjithse prapë mendoj që më me rëndësi është pjesa e edukimit, gjithsesi pjesa e asaj se sa është individi ose grupi i përgatitur që ta formsoj idenë dhe që ta filloj. Qasja në financa nuk ka të bëj me dhënjen e mjeteve që të fillot biznesi, po është ndihmes që biznesi të kaloj fazat e duhurat pjekunis ku bëti qëndrushëm edhe krijan tyra. Në asnjë nga rastet nuk e paramendoj qasje në financa si diçka që i gjeta paret tash po e filloj biznesin. Ideja edhe fillimi, starti një ideje dhe formësimi një koncepti dhe një projekti, pa hynat, themi përfundimtarë në biznes planin, nuk po e përmenet që du të jetë biznes plani kompletum që të filloj një biznes, po një koncept dhe një ide përfshi edhe një shumë të inicialit të mjeteve du të jenë të siguruara në mënyrë që të ndihmohet pastaj qasja në financa, pra po thëmë konform asaj se për çfarë ide po flasi, për çfarë vëllimi të biznesit po flasi, për çfarë drejtimit biznesit e tjera. Mirë, Uranik, para se të pyes për atë se sa i ka ndihmuar ndërmarrësit gjithë ky aktivitet, dua di çfarë bëni ju me përfshi në veçanti strukturat shtetënore, udhëhecit tonë që ata me punu me përkushtim për ndërmarrësit në Kosovë. Ndërmarrësia, po themi, mbetet një sfidë globale dhe është një konkurrencë globale për gjetë ndërmarrësit më të mirë për kontribu shtetet respektive. Edhe Kosova nuk mbetet jashtë, sidomos në këto bizneset e reja. Shohim që shumë bizneset e reja, sidomos shumë fushën e teknologjisë të informacionit gjejnë ose synojnë gjejnë treg jashtë Kosovës dhe shpesh herë mundësit që ju krijojnë ata dhe themelojnë biznesin jashtë. Kështu që kjo javë ka për synim gjithashtu vetëdijsimin edhe organeve kompetente, sidomos Ministrisë të Arsimit dhe asaj të tregtisë të industrisë, po edhe Ministrisë Zhvillimit Ekonomik për të kriju programe adekuate. Te Ministria ndoshta e Arsimit e di që ka disa iniciativa, është një program që quhet CSEL, e cila synon që ndërmarrësin jo ta fusilon, po atë entrepreneurial learning, ta kemi në shkollat që nga fillimit, ballafaqohemi me ato elemente që duhet i kenë një ndërmarrës. Sigurisht shpesh nuk e kemi ende një dozë rezerve kur flasim për dështimin. Domethënë, sa i angazhojmë fëmijët tonë dhe si punojmë me ta që ata nesër t'janë të guximshëm dhe të fillojnë dhe të realizojnë ide të tyre në biznes. Dhe këto elemente sigurisht fillojnë shumë herët. Prandaj pjesa e edukimit do të jetë mjaft e rëndësishme. Pastaj pjesa e përkrahjes gjithmonë jo shumë e rëndësishme, nuk jem ndonjë fanatik i modeleve të granteve apo ndihmës, mirë po krijimi i politikave aktive dhe incentivave të ndryshme do të ishte më së mirëseardhën, sidomos për sektor. Për sektorin e teknologjisë të informacionit sigurisht dihet që ka mjaft mundësi dhe ofrimi i kushteve ndoshta shpesh edhe fizike besoj që do të ishte një ndihmëse e madhe. Ka shtetet, sidomos Bashkimit Evropian, që kanë model mjaft mirë, për cilin shumë lehtë mund të konvertohet edhe në Kosovë. Si qendër inovacionit Kosovës, sigurisht tashmë në vitin tonë të themelimit, kemi ndihmuar mbi 60 bizneset që të themelohen dhe gjitha këto kanë për synim eksport shërbimeve, një gjë e mirë. Kemi trajnuar mbi 1033 në fushën e teknologjisë, po ashtu edhe të biznesit. Këto aktivitete do të vazhdojnë, kjo javë synon që partnerët të mbledh rreth vete, të njihemi pak edhe mes vetit që të krijojmë një ekosistem se kush bën çka, shpesh herë shumë projekte të mira nuk njihen mes veti dhe sigurisht një koordinim dhe një bashkëkomunikim do të ishte më së mirëseardhën. Kështu që ky është qëllimi edhe i javës. A ka diskutim brenda kësaj jave? Edhe nga pjesëmarrësit, po edhe nga ata që vijnë të ndajnë përvoja dhe të flasin për temat e caktuara. Sigurisht krejt java është e dizajnuar me diskutime dhe me përvoja. Vetë Visari, për shembull, si mysafir do të flet për këto modelet e reja, për shembull çështjes financa. Është një temë Business Tuesday me cilën flasim për financat.
Të më thonë, nëse pyet një ndërmarrësri cilat janë opcionet e financimit, sigurisht thot kursimi dhe një kredi. Shpesh dita ditës po shohim që kursimet janë më të pakta, mirë po dhe çast janë ato kredi për startup është më e vështirë. Gjithsesi po krijohen dhe ka instrumente tjera për cilat do të flasim dhe pak a shumë Visari e dha një përshkrim. Do të ketë edhe punëtori ndryshme, do të flasim për konsulencën si një mundësi e re që të ri dhe të rejat përfitojnë nga kjo. Po ashtu një temë do t'jetë dështimi, do të kemi 3 falë që do të ndajmë përvojat e tyre si biznismen dhe ndërmarrës suksesshëm do të shpalosin ato pjesë ku ndoshta mësimet e tyre jetësore me të ri dhe të rejat. Kështu që jemi mundu që të kemi një program gjithë përfshirës, jo vetëm Prishtinë, do të ketë aktivitete edhe në Gjakove dhe në Ferizaj, në Pejë dhe në Prizren, nga partnerë ndryshëm. Unë e di është një kalendar mjaft i ngjeshur me 37 aktivitete me qëllim nuk po hyjnë data dhe në orare për shkak se mund të lë diçka. Informatat do të gjenden në faqen në Facebook-ut ose të partnerëve, po edhe në faqen e ickosovo.com. Dhe për atë gjithë ata sigurisht që kanë interes, besim të hapën që t'i pranojmë, është pa pagesë secili aktivitet dhe janë të mirëseardhën. Visar, çka ofron Kosova për ndërmarrësit, në veçanti të rinjt sot? Cilat janë sfidat me cilat ballafaqohen aktualisht ndërmarrësit të rinj Kosovë? Mund të keni edhe përvoja nga kompania. Këto janë 2 pyetje tash. Çka ofron dhe jam e prirur me bo shumë pyetje për me marrë sa më shumë përgjigje. Po çka ofron është dëgjojmë shpesh nuk është pyetje e mirë, çka ofron krimin e kushteve. Ai ka vënë praktik këto Kosova. Mirë është të nisemi prej asaj çka ofron dhe çka është e mundun të shfrytëzohet. Është ICK, ka organizatave qeveritare që kanë aktivitete që mundohen të marrin për vetes individ ose grupe, të ndihmojnë rreth frymësimit të ideve. Pjesa tjetër është mjaft e bazuar mbi vetë iniciativa edhe mbi grupime të entuziastëve, të cilët prapë me siguri që mas shumë tentimeve do të arrijnë suksese, edhe ndoshta do të kenë mundësi dhe t'ju tregojnë tjerëve që kanë arritur. Sfidat janë të shumta. Nuk është ambienti më ideal Kosova për të filluar dhe zhvilluar biznes, për shumë arsye. Edhe si niveli i zhvillimit në cilin jemi prapë nuk jemi fort të ledhatum, po edhe situata globale, themi financiare dhe gjithë globalizimi e cili ka rritë konkurrencëshmërinë, prapë na sfidon ose na vën para disa detyrave shumë të vështira, posaçërisht u pas parasysh sa shtet i ri jemi dhe në për cilat fillime të sërishme jemi duke kalu. Unë jo do t'iki pak nga kjo temë, po mendoj që është shumë e rëndësishme të kuptohet që jo vetëm ndërmarrësia, kjo sfidë, po edhe sfida tjera globale që janë, që identifikohen edhe për shembull në projektin e mileniumit ose në dokumente tjera zyrtare nga OECD ose Kombet e Bashkuara, janë sfida të cilat mund të adresohen vetëm nëse bashkërendohen të gjithë paljet ndërlidhura, e ato janë politik bërësit, edukata, edukimi përfshi akademin dhe institucionet e zhvillim, research and development, R&D, dhe më thonë zhvillimit edhe hulumtimit, shoqëria civile, dhe më thonë organizatat jo fitimprurse dhe bizneset jo si individ, po në kuadër të asociacioneve. Dhe më thonë, të gjithë interesat du të bashkërenditen, du të jenë të harmonizume në mënyrë që njëra tjetrën edhe të ndihmojnë, po edhe në anën tjetër njëra tjetrës edhe t'i krijojnë kërkesa në mënyrë që njëra tjetrës t'i krijojnë, t'i ofrojnë, do të thonë zgjidhje. Ndërmarrësit fuqishëm që tashmë kanë kaluar sfidat e para, janë të gatshëm me ndihmu, me bashkëpunu me të rinjt. Ndërmarrësit posaçërisht suksesshëm, po flasim tash edhe për trendet botërore, e kanë kuptuar që po të mos
e bëjnë këtë që sa po thatë, më thonë, po të mos e krijojnë një vazhdimsi jo të qëndrueshmërisë të zhvilluarit biznesit, po të rritjes së biznesit, as biznesi tyre nuk do të ketë sukses. Kështu që ekzistojnë iniciativa të shumta të ndërmarrësve të suksesshëm, biles edhe në Kosovë, kemi rastin e bone vetë, po flas tash, hajde mos shkojmë më larg se Slovenia, kemi ndërmarrje të fuqishme në Sloveni, të cilët e kanë krijuar një akselerator të fuqishëm, në rastin e ICK-s ka qenë nëpërmes asociacionit tonë, Stikut, me ndihmën e partnerëve edhe miqve të jashtëm, por në rastin e shumë shteteve tjera përreth janë pikërisht bizneset e zhvilluara, të cilët e kanë pa nevojën e krijimit të akseleratorëve, domethënë të qëtëne ambiente ose ekosistemeve të startupëve, për me mujt edhe me ushqyt themi zhvillimin e biznesit të tyre, po edhe me mujt me rrit tregun e kërkesës prap në mënyrë që ata të rriten duke ofru shërbimet. Pa këtë ndërlidhje, ai që bën bizneset e zhvillot. Këtë element ndërmarrëse i fuqishëm kosovar, i suksesshëm. Unë besoj që po. Tash unë e reprezentoj një grup të ndërmarrësve të cilët e kanë kuptu këtë, edhe e praktikojnë për ditë. Për atë arsye edhe ofrojmë shërbimet mentorimit, për atë arsye edhe lobojmë e avokojmë iniciativat të ngjashme dhe jemi të gatshëm që ta ofrojmë veten në shërbim të dhënies së këshillave, po edhe ndihmesës konkrete në mënyrë që këto trende të vinë edhe tek ne. Në fakt, për të lidhur me visarin, përpas këtyre modeleve, një çështje dhe për ta plotësuar është edhe kjo Angel Investor, do të thonë, këta nëpërmes investimeve të tyre duke i ndihmuar të rritë. Dhe kjo është modeli ndoshta më i mirë, ku ideja e re me një përvojë të bazuar dhe financa bashkohen dhe krijojnë një biznes të ri. Edhe në Kosovë, ndoshta jo në mënyrë shumë të organizuar, mirë po e di që Rekura ka bërë investime, ka mbledh rreth vetës disa investitorë që kanë investuar në disa projekte dhe po ecë mjaft mirë. Një gjë ndoshta që na mungon dhe do të kisha dëshirë që ta shoh vitet tashme, është që sidomos universitetet kenë një çështje më aktive, jo vetëm në edukim, po edhe në ato që quhet do të thonë ndërmarrësisë vet. Për shkak se nëse marrim një universitet në Amerikë dhe i krahasojmë të hyrat e atij universiteti përmes të hyrave ku paguhet ligjërata ose viti akademik dhe të hyrave që ata i përfitojnë nga shërbimet të bizneseve që i kanë kriju nëpërmes programeve, do të thonë mundën me qenë 80-20%. E kjo mungon në Kosovë, do të thonë universitetet tona, sidomos ndoshta këto private mund të jenë më aktive në krijimin e programeve dhe stimulimin e bizneseve që dalin nga ato të njoftuna si spin-off. Njëjtë ndoshta vlen edhe për biznese, mirë po në tekst veçantë universitetet e kanë talentin, e kanë mundësitë, e kanë resurset për të krijuar spin-off dhe kompani, e kanë ambientin për të krijuar spin-off dhe kompani nga vetë. Pastaj duhet gjetë sigurisht aktarë dhe partnerë për të ndihmuar ata për të rritë. Kështu që ka elemente pozitive mjaft, java do të na shërbejë që të identifikojmë mundësitë, sigurisht edhe të adresojmë sfidat dhe besoj që do të jetë mjaft interesante. Dhe mendoj që ende ka shumë nevojë për edukim në fushën e ndërmarrësisë, me qëllim që mendja të hapet dhe njerëzit kanë mundësi të mendojnë për atë se çfarë mund të bëjnë. Ndërsa kjo javë sigurisht është një shembull, një rast i mirë për të mësuar më shumë për këtë fushë. Faleminderit që erdhët sot në Bon Bon, ishte kënaqësi. Faleminderit.